Edhe në Elbasan, demokratët e 7 bashkive janë thirrur këtë të shtunë në selit blu për të zgjedhur kështu kryetarin e ri të Partisë Demokratike, i cili do të drejtojë këtë forcë politike për 4 vitet e ardhshme. Procesi ka nisur normalisht në orën 8 mëngjesit dhe pritet të mbyllet në orën 18, aq sa e parashikon edhe procedura zyrtare, ndërkohë që deri në këtë momente nuk janë shënuar problematika sa i takon mënyrës se si është votuar apo edhe me identifikimin e antarësisë. Ndërkohë që gjithashtu bëhet me dije se intensiteti më të lartë të votuesve ka patur ora 11 deri në orën 13, ndërkohë që në orët e para të mëngjesit kanë qenë kryesisht mosha e tretë, të cilët kanë votuar. Ata të cilët ne i kemi drejtuar mikrofonin kanë pohuar se në këtë zgjedhje kanë votuar për të konfirmuar kështu liderin historik Sali Berisha, ndërsa besojnë se vetëm aksioni opozitar i udhëhequr prej tij do sjellë ndryshimin e nevojshëm. Gjithsesi, situata aktualisht është normale dhe nuk janë regjistruar problematika. Ndoshta ora 18 do të rezervoj një tjetër informacion sa i takon mënyrës se si ka vijuar ky proces dhe se si është mbyllur orar në cilën më pas do të nisi edhe numërimi.